Në një takim me gratë dhe vajzat socialiste të Vlorës, kandidati i Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Vlorës, Klevis Kaso, e cilësoi këtë si një fest, por edhe falënderim për kontributin e tyre, për kujdesin, për punën e papërtuar dhe që janë gjithmonë aty sa herë duhet. Rajoni numër 5 i ka shprehur mbështetje kandidatit Kaso dhe gratë e vajzat e këtij rajoni kërkojnë mobilizimin për të votuar atë, por edhe Partinë Socialiste, ndërsa Klevis Kason e cilësojnë si një djalë me vizion. E di që forca më e madhe e shoqërisë jeni ju, ndaj kërkoj prej jush që në këtë fushat të mobilizoni më shumë se kur për të votuar Partinë Socialiste dhe kandidatin e zonës tonë, Klevis Kaso, si një djalë me vizion dhe me një zëri nor në parlamentin e ardhshëm shqiptar. Besoj që Klevisi do të jetë zëri juaj në parlament. Bashkëkryetaria e Partisë Socialiste të Vlorës, Vilma Bello, kërkoi nga gratë e pranishme në këtë aktivitet votën për Partinë Socialiste, por edhe mbështetje për Klevis Kason, që sipas saj kandidati socialist e meriton të jetë një zë përfaqësimi për këtë rajon edhe në parlamentin shqiptar, duke cilësuar atë si një djalë të përkushtuar dhe sportist shembullor. Shpeshherë ne vajzat e gratë bëhemi mbështetëse të atyre që do të jenë në politikë. Dhe pse jo edhe kësaj here që jemi mbledhur, dhe ju jeni mbledhur edhe me ftesë të Klevit, të Klevisit, është një ftesë shumë dashamirëse që Klevi kërkon mbështetjen tonë për vendimarrjen jo vetëm tonën, por edhe për të qenë një zë për rajonin 5 që unë e vlerësoj shumë. Tani duket si përbarazi gjinore të kaloj përfaqësimi nga gra, pse jo të kaloj edhe në një përfaqësim rajoni të një djali të zonës që është një djali përkushtuar dhe jo vetëm i përkushtuar, por një sportist i cili në këtë rast nuk është se lë fushën e lojës. Duke braktis, po përkundrazis, do të sjellë në politik ato parimet disiplinës, korrektësisë, dinjitetit, përkushtimit, që t'i marrë nga politika, t'i marrë nga fusha e sportit, dhe t'i sjellë në politikë edhe nuk ka gjë më të bukur se sa të arrish ta bësh këtë gjë, të arrish të përfaqësosh të gjithë ata që do të besojnë, dhe mbi të gjitha vlerësim të jashtëzakonshëm për të gjitha ju që punoni, shumë të madh, me gjithë zemër, sepse ne të gjitha jemi pjesë e një familje shumë të madhe e Partisë Socialiste. Vlerësime për Klevis Kason edhe nga nënkryetaria e Bashkisë së Vlorës, Irena Toshkallari, e cila e ka njohur atë në marrëdhënie pune dhe thotë se ai di të respektojë gratë dhe vajzat. Që në këtë rrugtim që kemi pasur gati një vit e gjysmë, di të them që Klevi di si të respektojë vajzat, di si të respektojë gratë në punë, po përtej si profesioniste të vërteta, jo thjesht në sensin e kuotës gjinore, të gjitha mund na ketë rastisur të kemi punuar në diçka me Klevin dhe kemi ndier respektin e të qenit të barabarta, e kemi ndier respektin e vlerësimit, mbi të gjitha jo vetëm si femra, po unë dhe si nën. Madje shumë herë kemi ndarë mendimet me Elën, po ashtu që është për të vlerësuar pika jote fort Klevis është Ela. Unë dua t'ju uroj me zemër shumë suksese, njoh çdo përkushtimin tënd në punë, njoh vlerësimin dhe me sa zemër përpiqet për të arritur objektivat e tij. Klevis Kaso ka vlerësuar kontributin e grave dhe vajzave, ndërsa tha se Partia Socialiste, si në qeveri ashtu edhe në politik, por edhe në institucione, ka vlerësuar gratë dhe vajzat, duke i cilësuar ato si motorin e zhvillimit të shoqërisë. Kaso theksoi se kërkon mbështetjen e grave dhe vajzave për pasaportën europiane, por edhe për të qenë një zë i fortë në parlament. Një grua socialiste, ose dy burra socialistë. Po e them këtë duke parë vështirësinë që pse një femër mund të ketë angazhimin për të qenë në terren, për të punë punët politike që një mashkull mund t'i bëjë më kollaj duke u ulur në një tavolinë duke pirë një gotë raki, duke qenë më i aksesueshëm për të ndëjnë tavolinën e meshkujve në orët e vona, dhe patjetër që femrat e kanë pasur shumë të vështirë për të hyrë në politikën e madhe, por falë dhe vizionit të kryeministit të Shqipërisë, ju nuk jeni më rastësisht aty, ose në raste sporadike, femrat janë në qeverinë Rama, në politikën e Vlorës, në politikën e madhe të Partisë Socialiste, zëri më i fortë i kësaj force të mua. Unë kam të lidhur veten emocionalisht me këtë qytet. Disa nga ju këtu kanë qenë klientët e mia të tapetave. Disa më njohin si
si sportist, si që kanë qenë ato dy vajzat atje në fund. Disa më njohin politikistë nga rajoni, disa më njohin nga drejtoritë që unë kam pasur. Dhe me thënë, unë jam formuar në shumë dimensione në këtë qytet. Dhe realisht, për të qenë në parlamentin shqiptar, do të ndjeja veten një nga ju, ose ju do ishit të përfaqësuar me një njeri që në një farë mënyre, ose në një farë mënyre tjetër e keni njohur në këtë qytet, dhe do të ndjeja veten sikur të gjithë neve bashkë të ishim në parlament. Prandaj do ta doja shumë mbështetjen tuaj, por në radhë të parë do ta doja për Partinë Socialiste, që fëmijët tanë të jenë shumë të lumtur dhe shumë krenar për çfarë po jetojnë në këtë qytet, për të pasur atë pasaportën europiane, po jo vetëm në formë patente që ne të kalojmë vetëm nga një vend në vendin tjetër me kollaj, por ajo pasaporta do jetë e mira për fëmijët tanë që do vendë, do studiojnë pa një taksë ekstra, për biznesin e gruas time që më thanë që është shpatulla ime, realisht ajo më mban tani. Kam 2 muaj që s'ma rrogën, më jep gruaja lek për të prishur, domethënë dhe për biznesin ton lehtësira doganore do jenë shumë më të mira, por për bujqësinë, për blegtorin do ketë subvencione shumë të mëdha. Trokitja e gotave me gratë dhe vajzat, si dhe urimet e tyre mbështetja për Klevis Kason si kandidati i Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Vlorës, nuk mungoi në këtë mbrëmje të këndshme.